Sa I takon pyetjes suaj nëse ka bazë ligjore apo jo. Jo, është një pyetje që është ngritur shumë në rrjetet dhe mos gaboj dhe ata që e kanë çuar në SPAK sot, kanë bërë një kallëzim në SPAK për drejtorin e përgjithshëm. Do t'i jap një përgjigje dhe kësaj sigurisht nga informacionet që kemi arritur të sigurojmë. Këto kallëzime që janë administruar nga ana e policisë, janë referuar organit kompetent, që në këtë rast është prokuroria, e cila patjetër ajo e drejton edhe hetimin, për disa vepra penale që konkurrojnë. Ndërto janë falsifikimi kompjuterik, mashtrimi kompjuterik, ndërhyrja pa autorizuar kompjuterike dhe disa nene tjera të ngjashme të cilat, siç thash, konvenojnë dhe konkurrojnë me këtë fakt që realisht neve na ka ndodhur. Kështu që është një hetim I cili patjetër që ka bazë ligjore dhe është parë udhës, po themi, që nisur nga këto kallëzime dhe kjo përmas që me sa duket mori, nisë dhe një hetim I caktuar, ndaj thash që ka një kakofoni se nuk do të hetohen 10.000 shtetas apo 10.000 akaunte të cilët kanë bërë një koment negativ, sepse një qytetar I cili ka shkuar, ka paguar shumë lek, nuk ka marrë një shërbim, patjetër që ai mund ta bëjë atë dhe çështja është që këtu kemi diçka. Se kishte dhe ironi në rrjetin që për çfarë je në burg, jam në burg se bëra një review negative në TripAdvisor. Prandaj thash që është kakofonia, sepse këtu çdo gjë tashmë po kthehet edhe në meme, siç patëm edhe thirrje për ligjin e sufllaqeve, këtu ka çuditëra nga më të ndryshmet. Megjithatë, kjo është situata në cilën ne jemi sot, ka dhe një kallëzim që është referuar në polici për drejtuesit e policisë. Se sot SPAK-u është bërë destinacioni I 2 kallëzimeve. Ka një pyetje, zoti Hoxha. Okej, para se të bëja edhe unë një pyetje. Çfarë lloj veprimesh konkrete janë evidentuar? Se çfarë është folur në media, është folur në media për një vlerësim me numra 1 në reviews. Me një yll, po. Dhe kjo ka hapur diskutim doon që pse ka hyrë policia kur bëhen fjalë për review qoftë edhe këto të bëra qëllimshëm, ëh? Pra, çfarë lloj veprimesh? Atë veprimet konkrete janë që ka çuar policia të citoj. Ja doja unë nxjerr dhe material. Mashtrimi kompjuterik, falsifikimi kompjuterik. Atëherë është bërë thirrje që një individ caktuar që nuk kanë shkelur ndonjëherë tek ai biznes ose mund të kenë qenë kaluar, por nuk kanë qenë aty për të marrë një shërbim, në mënyrë tendencioze, të organizuar, jo një apo dy individ, ndoshta edhe më shumë, kanë ndërhyrë duke bërë këto komente apo review-t negative me qëllim që të dëmtojnë një biznes të caktuar ose nota negative. Nota negative, të cilët kanë sjellë pasojë dëmtimin e këtij biznesi. Pa marrë asnjë lloj shërbimi, pa shkelur aty. A kupton? Sepse ka pasur edhe komente tjera. Mund ta kenë marrë një të shkuar shërbimin për shembull? Dhe si e kualifikon policia? Si verifikohet? Si e kualifikon policia këtë lloj veprimi specifik? Shiko, aty ka akaunti është I gjurmueshëm, pra dhe ti kur lë një sistemi vetë ta kërkon që ti të lesh një akaunt, një llogari e cila është e gjurmueshme, e verifikueshme etj. Kështu që është bërë kjo dhe fakti që çuditërisht më pas në një ditë, po themi, ti të marrësh 6 jetë, 70 review negative, brenda një harku të caktuar kohor prej 2 apo 3 orësh, kjo patjetër ka vend për të hetuar me dijenin tuaj, policia, rastin që nuk ka shkuar në restorant, po ka shkruar aty ushqimi bërnut. Si e ka kualifikuar në raport me veprat penale që citoi drejtori I përgjithshëm I policisë? Tani unë ta thash pra, këto janë veprat që konkurrojnë. Pastaj është prokuroria që do të vendos hetimet e mëtejshme, do ta rrihet faktorët apo jo. Kjo është diçka tjetër, por unë po them që deri në këtë pikë që jemi, është kjo situata. Pra, është ky fakt që ka ndodhur, janë administruar 8 kallëzime, mund të ketë kallëzime të tjera. 8 subjekte apo 8 persona që kanë shkelur ligjin? 8 persona të cilët janë administrator, pronar të bizneseve, rrjeteve të restoranteve, të thash edhe strukturat private, spitalore. Dhe më thuaj edhe diçka para se të shkoj te zoti Vengu. Pra, të thash, SPAK është bërë destinacioni 2 kallëzimeve penale. Çfarë pretendon PD-ja që ka kallëzuar Ramën, kryeministrin edhe Kjo është çështje tjetër pastaj. Edhe Blendi Gonxhën, po kjo është për Kanye Westin, dakord, për koncertin. Por edhe vetë protestuesit një pjesë të paktën kanë shkuar në SPAK për drejtorin e përgjithshëm të policisë. Një pjesë. 10 veta ishin fakt përfaqësuar nga avokati Nga avokati Altin Goxha, po. Ato depozituan një kallëzim për shpërdorim detyre, lidhur me pretendimin që kanë për drejtuesit e policisë, sa I takon pikërisht kësaj lloj iniciative apo këtij hetimi që ka nisur nga policia, ndërkohë që sa I takon kallëzimit tjetër që ju I referoni këtu mos gaboj, është depozituar nga zoti Gazmend Bardhi. Po, e ka regjia, mund të ma nxjerrë në led. Kryetari I partisë... Sekretari I përgjithshëm I partisë demokratike. Jo I PD-s, I grupit parlamentar. Kryetari I grupit parlamentar, ndjes. Në fakt nuk është hera parë që zoti Bardhi, besoj që është një nga politikanët që ka depozituar më shumë kallëzime në SPAK, pra me pak fjalë është kallëzimi I radhës, ku pretendon fakt që kryeministri Rama dhe ministri Gonxhe kanë shpërdoruar
jo vetëm detyrën, por madje kanë shkelur edhe barazin në tender apo ankande publike. Në fakt, tu bëhet fjalë për një vendim kolegjal, sepse akti normativ është votuar në qeveri, ndërkohë që është depozituar edhe në parlament tashmë dhe brenda 45 ditëve, ai duhet të shurtohet nga parlamenti, ndoshta do të jetë seanca e fundit në 23 korrikut, sepse nuk ka efekt. Që do ta shurtoj këtë? Është shuar në gjykatë kushtetuese në fakt nga Adriatik Llapaj, ndërkohë që mbetet një vendim, siç thash, e përmenda fakt që është vendim kolegjal, ku SPAK-u nuk janë kallëzime të cilat kanë shkuar edhe më herët për vendime kolegjale. Këtu janë fjalë për vendimin e Këshillit të Ministrave, të cilët nuk është se janë marrë parasysh deri në këtë momente, paktën nga precedentet nga ana e prokurisë posaçme, qoftu për inceneratorët, faljen e gjobave nëse doni ju që u Okej, bërë pra nuk tjerë me nis radhë. më një herë. Do bëjmë verifikimet lidhur me këto pretendimet dhe mbetet për të parë nëse Mirë. do të regjistrohet apo do të hetohet. Zoti